Kam dëgjuar që ju shpenzonim shumë para dhe Agroni punon më shumë, po unë do të bëj pyetje të drejtë për drejtë. Kush ka më shumë lek, ti apo Agroni? Tash i kemi një llogari, nuk i kemi të ndara, kemi të dy bashkë, ndërsa për shpenzu nuk besoj se jemi asnjëri nga ne konsumatorët mëdhej në asnjë lloj drejtimi. Kujt i shkoi mendja për tregtinë e vezëve? Në fakt, kjo tregtia e vezëve, apo prodhimi i vezëve, jo tregtia e vezëve, ka nisur në një lloj mënyre si nevojë, sepse ne kemi filluar prodhimin e ushqimeve blegtorale rreth vitit 93, ose saktësisht në vitin 93, dhe duke qenë që kishte pak mundësi për të shitur ushqim, atëherë menduam që duhet gjeshim një konsumator, që të ishim vetë konsumatorë kryesor, apo për të mbyllë ciklin, për të patur më shumë biznes. Kështu që filluam, investuam në vitin 1999 me prodhimin e vezëve dhe vazhdojmë dhe sot. E nisët me lekët tuaja apo borxh si cekja tek ajo komedia Borxhliu? Borxh që nga dita parë, borxh edhe sot. Asnjëherë nuk e kam pa veten pa borxh. Në atë kohë me borxhe me në shok apo ke valuta me eshin atë kohë borxhet me interesa, ndërsa sot në për banka. Kështu që biznes pa borxhe është e pamundur të bësh. A është më vështirë të menaxhosh një familje apo një federat futbolli? Absolutisht më vështirë një federat futbolli. Duket nga institucionet më të vështira, edhe më të vështira se biznesit.